energjinë e marr prej shumë artistave, ose biznismen, ose kam xhelozi pozitive, cilën domethënë i shikoj çka bën ose qysh edhe mundona gjithmonë me bue edhe diçka të re, se thom asnjëherë nuk është ballë. Unë më deshe patjetër një njerit besueshëm, po çaq shumë jam zhgënjur për shqiptarëve, qaq shumë dallëvergji shkullshim, sa që mendojsha thash okay, të ma herët nuk e kom shti, nuk e kom fut shembull ka muzika, e kanë ditë që mirëna me muzikë, me ekstrem, pak rebele, okay, po që unë e mirëna me biznese, kriptovaluta, asja ka marrë mendja. Edhe unë shkoj javën e kaluar dhe i thom prindit, e marr laptopin, edhe i thom me qëto të mirë dhe kështu, edhe bejt shok, bejt shok. E pa besueshme, sa që ore vinë Prishtinë, për tirë mami, thot, prindi po thot është diçka e pa besueshme, apo dhe qysh, po për gjithçka është për kroja. Muzikën e ka të trashëguar, por askush nga familjarët nuk e ka vazhduar atë. E vetmja është Leonita, e cila ka luftuar që ëndrrën e saj ta bëjë realitet. Familjarisht jemi mirë me muzikë, po prind normal kanë këndu ma herët festa shkolla, që shkon ma herët festivalet që në majtë e kështu. Pastaj kemi fillu edhe motra të vllazit, po asnjë nuk është që e ka vazhdu. E prindi nuk është që u konë dakord për neve që me fillu muzika, ka pas qef ma shumë ka bizneset. Jo me vetmja, me thonë që kom luftu shumë që me arrit ëndrrën teme, cila është muzika dhe është diçka primare, jo veç profesion që kam. Aktrimi po ashtu në përgjithësi arti. Nuk e di, nuk muj me paravendu jetën pa muzikë. Është paragjykuar nga njerëzit e afërt për zotësinë që ka, për të bë biznes me shifra më të mëdha. S'ka shtetë në botë që nuk kam shoqni, bile 2 ose 3, po kam edhe shoqni të mirë. Sa i përket te kushëritë kështu, nuk është që nëse mu nuk paragjyka, nëse nuk më shoh, nëse diçka s'jam të bu sen, heq unë. A e ka din qysh. Gjumi natës mërë se di që nuk kom ndaj hejter. Se di që tani thëmë s'jam të bu sen, heq. Dura po tjetër me pas diçkon, edhe qaja u më shtynë edhe ma shumë. Po cili u kam paragjykimin ndoshta më këtë që e ke dëgju që të keshët, të zëtën si ma janë? Hajtë bërë se ti veç me knudit, a bërë të qysh ose si klipa. Po janë asi që se hitë si marë parasysh. Ka rasti që dashtin kafe, ka rasti që ri me hejtera. E di, e nja, po s'ka lidhje, heq. E kur jemi te kjo pjesë, Leonita jep edhe një mesazh motivues për gocat e reja që duan të futen në biznes, ama në një farë mënyrë e frikson dështimit apo fjalëve të hallkut. Po marë parasysh se krejt kena me bo pare, është një kohë që krejt s'ka me mbet asë edhe një i varë për në botë, shumë shpejt. Krejt kanë me bo pare, a mo shoqni të pastër, edhe shoqni që thojna si familje e dytë ose kështët, ka me pas shumë pak, ose edhe nësi kini që ata më dojnë me i rujtë. Veç që kjo është, se për tjera të qene krejt kena me jarit vetë. Ajo është e zonja në rënjën e instrumenteve si që është piano dhe gitara. Sa mendon Leonita se ndihmon ky aspekt në këndim? Nuk është që jem kundër gitaristave ose artistave tjerë, thjesht e kam stilin tem edhe unë mendoj që ndoshta unë nuk mundem me u përshtat me këta. I kam stilat e mi dhe më vjen na ide ose na gjatë interpretimit. Ndrysh është tani kur bashkëpunon me një kitarist, tani pak e kufizume edhe duhesh. Kështu që kur t'jam vetë, unë momenti që knaqqa për vete, di që ketë jo në knaqë.